partneritete. Po një gjë kemi bërë të qartë, që na nuk i ndihmojmë me bë zgjatim që një parti politike mi kap 3 institucionet kryesore. Dhe na kur kemi shku negocim, kemi shku për presidentin dikë që nuk është me librezë partijake. Fillimisht ka thonë edhe ai jo për librezë partijake, deri në fund të diskutimeve, kur ai ka përfundu me Glaukun si kandidat konsensual, duke qenë krejt paradoksale e duke ofru diçka tjetër, që nuk ka qenë tema a priori. Normal që na kemi dash një president me integritet që siguron qashtu qysh është në kushtetut balansin e forcave politike. Ma e logjikshme ka qenë që një president me të paston, po ta ja partijak njënës prej partive opozitare, se qasher kishun pas garancë që ka balans të peshës politike, se sa me thanë, jo po ta lëshoj krye parlamentarin, aty ku e kam unë shumicën në parlament, ose po të lëshoj diçka në qeveri, aty ku unë jam kryeministër, hajde bënë në zaven si jemi, krejt në kontrolin e ti, për me ndihmu mu me kap edhe presidencën, që aty ku lidhët edhe gjyqësori, do me thënë edhe drejtësia, edhe ushtria, se ju e dini që është komandant, presidenti është komandant i forcës ose ushtrisë të Kosovës, edhe duhet lidhët edhe me sistemin gjyqësor, po edhe çështjet e sigurisë, edhe të ushtrisë. 3 kompetenca substanciale për shtetin. Na jemi shqetësuar dhe na nuk kemi dashur që një njeri që ka krejt fuqinë e botës me udhëheq ekzekutivin, e ka fuqinë legjislative me kap edhe presidentin. Për çita, do me thonë, kemi qenë të interesumi definu parimet aty ku na nuk bojmë kompromise. Këtu kanë qenë tema të diskutimit për çka ja kena bërë të qartë. Po, jo fleksibiliteti i Kurtit për mos me shku për tej, as me një konsensus, as me një marrëveshje politike e cila garanton parimet bazë të pavarësisë së presidentit në kuptimin e ushtrimit të detyrës kushtetuese që e ka bërë pamundur në arritjen e marrëveshjes. E tash, që kjo ka qenë epilogu i kësaj. E këto dramat, a mi nënshkrimet ti, apë nënshkrimet, këto e veç drama, për me mjalon fajin dikujt. Normalisht që nënshkrimet tona kanë qenë për kandidatin të cilin LDK-ja e ka lënë strukturat e veta dhe merret vesh, e cila mund të ketë qenë Vjosa Osmani. Këto e ka thonë kryetari jonë qartazi dhe na me të vërtet kemi qenë unik në këto, edhe po duhet si fjali të fundit për që të pyetje me thonë që e keni diskutu në për studio, ose është diskutu mos ti referuar në kësaj studio, që LDK-ja po shkon në dialog, se po synën që kryetari i partisë Abdi Gjiku me marrë një post. Ka thonë nëse ne kusht ashtu Abdi Gjiku, po mirë. Po s'kon diskutimi, ky nuk kon diskutimi i përgjithshëm që më thonë folën për studio. E ka thonë Filan Fisteku atje ne ka. Po e shihni që në këto 2 pojë zgjedhje, kryetari Abdi Gjiku ka refuzu poste. Domethënë nuk ka shku as në negocim për qëllimin që të ketë një post, se nuk është bëu fjala për një post. Na e kena preokupimin e Kosovës. Kemi ditë saktë si Kurti se e pat pozitë. Republikën e Kosovës. Ka pasur diskutohet kjo punë. Edhe kjo ka qenë shqetësimi jonë kryesor që Kosova me pas një president me integritet të lartë që garanton që çdo fusha dhe kompetenca që i ka i ushtron sipas kushtetutës edhe e bën balansin e nuk ja jep krejt fuqinë e vendimarrjes Albin Kurtit. Po për çfarë marrëveshje